Jemi mbledhur sot me ndëgju një histori që nuk është thjesht një rrëfim, por është një testament i guximit. Është një testament i një shpirti njerëzor që refuzon të thyet. Është një histori që na kujton se pavarësisht dhimbjes, pavarësisht plagëve të padukshme, njeriu ka forcën për të luftuar. Njeriu ka shpresën për të gjetur dritë edhe në errësirën më të thellë. Unë personalisht ka vite që punoj me ndjetuarit. Është nder, është privilegj, por kam dëgjuar shumë histori. Kam pa dhimbje nga më të paimagjinueshmet, po kam pa edhe diçka tjetër. Kam pa forcën që sfidon dhimbjen. Kam pa guximin tek del nga heshtja dhe bëhet dritë për të tjerët. Prandaj dua ta dini që sot para nesh nuk është një viktim. Sot para nesh është një njeri që ka kaluar një rrugtim të gjatë nga friga në shpresë, nga vuajtja në forcë dhe nga heshtja në zë. Sot Ramadani Shori ka zgjedhur të ndajë historinë e tij jetësore me ne, dhe ne të gjithë këtu jemi mbledh për t'i treguar se nuk është vetëm. Të gjithë këtu në këtë sallë dhe përtej kësaj salle jemi këtu për ta dëgjuar, për ta mbështetur, për ta thyer heshtjen për të dhe për mijëra të tjerë që ende vuajnë në heshtje. Sepse mos harrojmë, historia e tij është dhe historia jonë. Dhe çfarë do që Dani sot do të thotë, është një forcë e një njeriu të jashtëzakonshëm që nuk pranon të hesht më, që nuk pranon të fshihet më. Dani, mirë se erdhe, dhe falenderoj nga zemra për gjithë kurajon që ke tregu me nda këtë rrethim me të gjithë ne. Falenderoj juve. Para se të kalojmë në ngjarjen e cila ndryshoi jetën tënde, a mund të na thuash kush është Ramadani Shori sot? Unë jam Ramadani Shori, jam një burr, një bob, i cili po munduam me ndërtu një jetë normale. E kam bashkëshorten, cila më ka mbështetur çdo hap jetës. Dhe 3 fëmijë, cilët janë drita syve të ne, dhe janë gjithçka për mua. Dhe unë sot dua që njerëzit të më shohin si një njeri që kam kaluar për shumë gjëra, që jam mundu shumë, unë nuk jam si kurrë. Unë nuk dua njerëz të më shohin me keqardhje për dhunën që kam përjetuar. Dua që të më shohin me respekt, si një njeri që ka luftuar shumë për me mbjetu. Si një njeri që shumë herë jam rrëzu, po prap jam ngrit kohë. Unë jam së të ju se e kam harru ato që kam rjetu. Por jam të sëtë përse mos metem rëbi se kalumës. Danin e pikrish këtu të shojmë, si një njeri që ka kalu në shumë sfida, po që është ngrit në këmbë me dignitet. Si një njeri që pavarësisht që të shkaje nuk lejon të thyet, dhe vetë fakti që sot je para nesh e tregon gjithë këtë. Tani nëse mund të ndalemi në ditë shtatorit të vitit 1998, ngjarje që la gjumë të thella në jetën tënde. Çka ndodhi atë ditë? Atë fund shtatori 98-ën nuk të harroj kurrë. Në atë ku isha 22 vjeçare. U bota më largu për e shtëpisë dhe u bota më vendos të dojtë në Gravcë. E bota më liru shtëpinë, u bota më vendos ushtria shlerimtare. Dhe kështu që me 26 shtator u mori ofenziv në fshatin e Gravcës. Në atë rit u detyru me u largu pi familjeve. Dhe vendosëm në grypë të Banjës, e cila unë e ke dhe si grypë ka Ramadanëve.
të nesërmen, në 27 shtator, fatkeqësisht edhe ato në rrethuan forcat ushtarako-policore serbe. Dhe fillun e ndonë trit i familjes, burrat, dhe në ngarkuan në për kamiona. Dhe në çuan stacionin policor në Trenas. Ato duke në zbrit pej kamionave, në mshëshën me kondokat automatit, shkelma, grushta, në shonin, në fynin, në nënqmanin, dhe në veshën për ushtrin, shlirim të Kosovës. Dhe mas pak kohë fillun me na i bon testin e dorëzave parafinës. Dhe diku ofër mes natës më ardhërani mu. Jam hi, e kam bon testin e dorëzave parafinës, dhe tash u duke me prit në korridor, janë ku ato dhomat cilët në marshin pyqe. Ata në kohë polic civil. U konë edhe në shqiptar që punoj ke me ta e njëshin tonë. Po a dit e ka posë rullin e përkthysit. Duke prit në korridor ato, ka u anëshën policia në asetëshën. Dhe kanë orë dy policë më uniforma, kanë po për kreve, kanë ngre zhag, dhe kanë shtime një banjo ato, dhe ato ndodhi ma e keqja. Ma e keqja që mund të ndodhi një njerit. Se ato kur në kësha menu që ndodhë mu. Dhe njoni më dhonaj. Dhe duke u përgatiti dyty për dhunë, nga britmat e mija, a i shqiptori që ku ato, i ka ro derës, u imrana dhe më kanë zerë vja duajt. Edhe më kanë marrë, edhe më kanë shqitër në zyrën, ku në marrë shën pyqe. Po mu, atë ditë nuk më kanë marrë në pyqe ma. Po ata policë civil, filluan me më kësnjum. Se kjo, shka të ndorë ty, nuk u të zë kur njët me tregu kërkuje. Dhe kërë që, a i shqiptore që punoj ka të më përcjellë derit e dera e stacionit dhe shkova ullëm ku e në konë në garajsh dhe stacionit. Në nesmen, e 28 shtatorit, e këshin pasbon një list ata dhe në therën me amna mbi amna, në hypën autobus dhe në përën burgën e Prishtinës. Edhe në burgën e Prishtinës, ma maltretime mas njerëzore të mëndshme. Burgën e Prishtinës kom nejtë dikun 3 muj e gjysë, si jam i sakt me datë. Prej burgët e Prishtinës më kanë transferu në burgën e Lipjanit. Po dhe ato maltretime që nuk mundet bja morë menja njeriut. Gjatë kohës bombardime, pa të nërë mjek edhe gardiantë bashkë. Dhe në patën thonë, se kush dënë me dhonë gjak, këna me dhonë bukë ma shumë. Ka posë ato, dhe i kanë dhonë. Po në kja kanë dhonë asë një kashurë ma shumë. Dikun, fillim majtë, në kanë transferu në burgën e Dobrovës.
atje përjetova masakrën. Një masakrë shumë të mërshme. Po, për mua në atë ku vdekja ishte paqe. Tani, faleminderit shumë për këtë rrëfim kaq të thellë dhe kaq të temshëm. Në fakt askush nuk meriton në kaluna për atë se çfarë ti ke përjetuar dhe më vjen shumë keq për këtë. Por ti po tregon një guxim të jashtëzakonshëm që po ndon gjithë këtë rrëfim me ne. Por pas asaj ngjarje, si ndryshoi jeta jote? Si ishte me jetu me atë bar? Version e dijë se shumë ranë. Me 16 mars 2001 jam liru prej bordët me ndimin e kryqëtoq. Atë ku jam kon i fejun dhe fed mas 2 jove jam martohu. Atë ku jetesha me prindë dhe lozën në shatë. Dhe me zi u martua, i thash vetës. Do të alon të kalun në Mropa dhe da filloj një jetë të re. Ta ndërtoj një familje. Por kjo ishte e pa mundër. Se gjitha notë, më kujtësh në e shumë kanë ndodhë. Jetesha me frikë, se mës për të dikush për rastin shumë kanë ndodhë. Dhe shu që mas një viti me bashkëshortën dhe vojzën e vogël, lutrën, o vendasëm me jetu me qëronë shkësohë. Të unë një pak ma i lirë, por prap isha i mbyllën në të burgin për mrena. Bove mundojsha me në vetët që u kun luft, por prap e pa mundër. Edhe pse ishe fizikisht i lirë, trauma të mbajke për brenda të burgosën. Nëse plaga nuk shërohet të majtë më sheft, dhe ti kishe të qartë këto. Më pas, si vazhdoja, kishte ndonjëherë ndjesi nevojë me fol me dikan, me nda me dikan këtë dhimbje? Jo kur. Se thësha me vete, unë jam burë. Dhe për këto më shë kam përjetu, nuk të të me ditë kërkush. Se thësha më nënçmojnë, më bëllizojnë, dhe isha shumë i mbyllë me vete. Më vike me kohët, me bërtit me të mollë. I kësha notën për shpisë. Delësha. Kohë isha o qëfrim isha dhe këthesha në shpje. Se turpi ishë më heronë së dhimta. Vërtet. Dhe ti vazhdove me hesht duke mendu se heshtja po të mbronte. Po në fakt heshtja po të burgoste për brenda. Megjithatë ti vazhdove me luftu. Kur erdhi momenti kur ti vendose me kërku ndihmë profesionale? Unë viti 2005. Dhe për herë të pore ma fru të organizata e kërëtës, atër u kun të klinika Gjermone e sfinit. Atër më shku dhe i 3 herë.
10 herë. Po, kërësysh nuk më shë morë guximin me Imrana. Dhe kështu, që vendosë është ma mirë me ikvi Kosovës. Krejt. Dhe kështu që shkuva në Malzi. Mora familjen dhe shkuva atje. Po edhe atje, shumë më nga i ka gjuma ty në Malazese. Dhe kështu që u këthy ma për në Kosovë. Por një notë e bosh me në intervist ishte Vasfia Krasniqi. Cila për mu është heroin e dorë. I marsha shumë lakmi. Dhe isha që kjo pa full, pa që frimet. Dhe kështu, dhe ka morë e kam shkru në Messenger fill. Dhe fande shumë besoj, ma ka këthy me njerë. Dhe villu me bisetu me ta. Dhe be të regaj. Dhe kjo më tha që i dregova se shumë herë po afru në dete organizata, po nuk pa muj me Imran. Dhe kështu që nesrit pa mendu shumë ka mordë. Bindje në ardhën. Dhe binda me ardhë dhe ka mordë jami, ato më rrëna 5 dite, mu kur nuk e më rrëna. Si ishte momenti? Si ishte momenti kur të ti trokite në dyert organizatës në KLST? Veç në di, shumë shtirë. Se më shkoj i kemenja ka mësë. Po a ditë kur jëmë hi mërana u më shumë shtirë. Kam drogit ndërë, kam hi mërana dhe më kanë prit me shumë respekt. Shtë ju farë ndëraj. Shtërën e dhomë atë, u ula në karrike, qaq fort më reke zemra, sa është dhe më dollë për vanet. Isha i mpinjë, akull. Veç o dredësha. Kryjtë e më isha dhe pusht, së më isha me që përpjet. Dhe atë erë psikologja. Më po në symë, me në zonë butë, po më thëtë, ti je në vendin e dorë. Ti je i sigur të. Dhe çdo gjë shka të folëm to, ko me metë këto dhe në guxën. Konfidencial. Po, konfidencialitet plot. Kështu që a ditë për herë të porë, mas shumë vite e thash me zonë për dhuna që e kësha përjetu në stacion uliqor. Dhe besoja ditë je ndi i kuptum, je ndi i mbështetun, dhe të cilën shpesh herë unë e tham për mbjetuarit që në momentin që marrin guximin me trokit në dyert organizatave që ofrojnë shërbime, në atë moment ata asnjëherë më nuk janë vetëm, sepse kanë një familje të tërë profesionistësh që u qëndrojnë brapa në çdo rrugtim të jetës së tyre. Dhe i di, e kujtoj si sot kanë kalu që nga viti 2018, 7 vite, çdo detaj, momentet të parë kur ti e paraqit në organizatë.
Po pasaj, Dani, si u ndjeve me marrjen e ndihmës profesionale, si ndryshoi jeta jote? Po, me morën pjesë në për seanca, për ditë, unë isha me një vetën pak më të fortë. Dhe me mendje spret shumë me në thjena për seanca. Morë pjesë në seanca grupore edhe me nëbjetum tjere. Falë shumë, i qoj shumë halët. Dhe kështu që me mendje spret shumë në atë kur mbajshin në event më të madh. Ti në fakt nuk ka event të cilën nuk e ke përcjellur dhe fotografitë të cilat ishin prezent më herët tregojnë që ti gjithmonë ke qenë në çdo aktivitet, por gjithmonë ashtu siç e the edhe vetë në fillim i heshtonim shefun sepse ende mungonte ai guximi për me dalë sipërfaqe dhe me shpreh gjithë atë që ti e ndjeje brenda. E di që gjatë seancave një hall i madh të cilën ti e ke ndjeje është qysh me nda me familjen, qysh me i tregu bashkëshortës, qysh me i tregu fëmijëve, qysh ata me arrit me kuptu që unë kam vepru ashtu që kam vepru për shkak të një traume të madhe me cilin e mballafaqu. Si erdhi momenti kur ti vendose ta ndash fillimisht me bashkëshortën këtë dhimbje? Po, ishte shumë e vështirë. Por një natë shkum dhe unë për fjet. Unë si gjithmonë me probleme shëndetësore. Dhe bashkëshorti jam tha, danë tha, ki diçka që më këtë monën. Dhe atu se di vetëm pa menu shumë, edhe i kam kalëzu bashkëshortës. Tha shumë ku jam arrestu në stacionin e policisë në Trenas, më kanë ndodhë. Që kepi të regu varanë. Dhe aja heshti. Ja nisi me kojtë, heshti ashtu atë natë, nuk bisedu më kërqa. Në jesit me nxes, po më thëtë, danë, luftë ko. Dhe gjithë një unë të kam mujtë me ndodhë kja. Po të risën, e ke posë për krohin tem, e ta shetë të tje kime posë edhe ma shumë. E di që pasi pa të rëfy, pasi pa të tregu këtë bashkëshortës dhe kishe mbështetjen e saj, tash ish një hall tjetër. Qysh me folë me fëmijët, kjo e botë edhe ma të vështirë që në tëndë. Si erdhi momenti kur ti vendosë të flasësh edhe me fëmijët? Tash, me zi tregua bashkëshortës, e kisha pak më të letë, se mos kisha nevoj me dollë natën, me ikë për shpisë, e me kojtë, e më këthytë. Tash e kisha pak më të letë. Dhe një natë, pizon bashkëshortës, shka të mërën e ashtë mi të regu vojsës. Dhe aja pranej. Ta po. Tash e kisha shumë të vështirë, me fjallë që shmja thonë. Në esmën e tira, thash me dollë me pi një kovë. Edhe ashtë dollë u shpesh me tonë. Se kjo është flutra u shtylla shpis të unë. Kjo për tonë të vite ka mojqë familjen të unë konë.
Kështu që jemi dol për kafe, jemi ullë dhe me fjallë nuk mujtë me thonë, ja kum qitë vendimin cilën komisioni qeveritari që na ka njoft statusin, ja qita përpara dhe ato që shkru viktima dhunës seksuale. Vojza, si e po, tha babësh tonë për këto, tha e di që 3-4 vjetë. U që më kopi për qofe, dhe më tha, gjdo herë, unë ka me konë kratonin. Si më ndjeve në atë moment? Në atë moment, kam kohë të pisimit. Unë jeva shumë i shlirun. E njeva su kur për vetit, më hek 500 kilo për vetit. Unë jeva shumë i shlirun. Por, tu bisedu me vojzen, dhe ta që kisha hollin edhe djeme si mi u tërë. Po, vojza tha unë e bisedoj. Dhe me djemë ka bisedu vojza. Se ko një përkrojnë. është një djemë e lirë, karakterit mira. Dhe ata më kanë përkroj shumë të njëjtë, së kur vojza dhe bashkë vërtjanjëm. Si ndryshoj raporti madje në familje kur të gjithë e morën vesh? Qysh ndjesh e ti? Atëherë ndryshoj, atëherë për hitë pohrë. Se ndryshoj shumë. Po për herë porë, pas shumë vite, e njëva vete si bobë. Si babë. Si një bobë i vërtet. Se për familje, tem për dhmint, nuk kom mujtë me konkur bobë, ta më një duhur që është më kujdes të më për ta. Gjithë një njëri nervës. Një njëri që ju e kësha gjithë herë pyetjel të mive. Dhe isha mos për morën vesh për rastin që më ka ndodhur dhe ma bujnë e pyetje. Kështu që gjithë ju e kësha pyetjel të mive. Është ata i falenderoj shumë familjen tëmë. Përmendi edhe ma herët Feridja që familja është shtylla dhe kur familja e mbështet të mbjetuarit definitivisht mbijen të lirë. Kur familja na e mbështetje, kur familja na e dashuri, çdo barë bëhet shumë më e lehtë. Edhe gjatë gjithë procesit terapeutik që ka qenë mjaft i gjatë, për ty ka qenë shumë e rëndësishme me pas mbështetjen e familjes, me pas dashurinë e tyre. Por erdhi një pikë kur ti vendose me fol edhe me të tjerët. Jemi këtu sot duke diskutu publikisht për krejt këtë dhimbje që ti ke kalu. Çka shtyni me bë këta? Më shtyni se sët dikun është të në po një mbirë në të ujnë tjetër. E di me shfarë sfidash është të kaluaj. Dhe unë i thamë ati që ka shpresë dhe mos më të rëzu kur. Dhe i thamë aty nëse turpi nuk është i unë. Turpi është i atyne. Kjo është një thirrje shumë e fuqishme për çdo të mbjetuar që ende lufton me traumën, me frikën, me ankthin, me vetminë.
Me dhimbje që duket i papërballueshme për t'i treguar se asnjëherë nuk është vonë për me kërku ndihmë dhe se ndihma gjithmonë është e mundur. Tani jemi shumë afër fundit dhe kisha dashur në ditë nëse keni mesazh për shoqërinë dhe për të mbijetuarit në përgjithësi. Po. Ju kisha bon thirrje gjithë shoqërisë tonë. Gjithë familjarët me jetuar. Që na përkrojnë sa të pak. Se përkroja aty në për ne është lirim. Përkroja familjarëve e hek një borë shumë madhe dhe të këthem për sëri një jetë. Dani, falenderoj shumë për këtë rrethim kaq të thellë dhe nuk ekziston asnjë fjalë e mjaftueshme për me tregu vlerën. Sot ti në fakt e theve heshtjen dhe sot ti je zëri i mirë të mbijetuarve që ende luftojnë me heshtjen, që ende nuk kanë zë dhe ende nuk kanë frikë. Sot ti je zëri i tyre. Falenderoj nga zemra për besimin dhe në emër gjithë këtyre që na përgjigjen.